A duhet me jetu me vjerri? Nëse kalon mirë me ta, nëse e keni një lidhje shumë të mirë, pse ju jeton me ta nashta dhe ton jetën? Nëse nuk dën, jo. Këto e thëmë se sidomos të na është hala i menimit që femna e ka për detyrë me jetu me familjen e burrit, e nëse nuk e bën, është njëri i keq, nuk e dën burrin e vet ose nuk e dën familjen e burrit vet, bla 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 bla. Po e nxit koka. Çapo du me thonë unë është që nuk është që është e ndalume edhe me thonë jo, unë nuk jetoj. Ama nëse ka hala edhe e di që ka mos munani me mohu, ka raste kur femna nuk njihet mirë, nashta edhe nuk trajtohet bashkëmirë se ç'është duhet, është thjesht jo rahat, nuk do të me kanë problem. Plus është edhe çështja tjetër nëse partneri i ka 2 prind gjallë edhe me shëndet. Se normalisht kur njëri prind nuk është me shëndet mirë ose njëri prind është vetën, ato sene nuk diskutohet. Unë për veti kom jetu 3 vjet me familjen e burrit. Edhe bju kallzoj drejt që është e mundur me kalu mirë edhe mu knaq me kalu një kohë mirë me ta. Po, mas 3 viteve kemi vendosur me dal me jetu vet. Arsyeja pse e kena marrë këtë vendim është se normal njëri ka nevojë me kriju jetën e vet. Edhe njëjtën kohë mendoj që është shumë e rëndësishme për secilin me pa se çysh është me jetu vet, me i marr krejt punët edhe përgjegjësinë mi veten, kom qef me provu vet, mi bo senet vet, me arrit vet. Kështu që ku po dalim si përfundim është që nuk do të me kanë një rregull që duhet ose nuk duhet. Unë mendoj që duhet me kanë zgjedhja e secilit. Çka mendoni ju për këtë temë? Unë përshëndes sidomos vjerrën tem edhe krejt vjerrat e tjera.